Në zemër të Shkodrës ushtrua Sofra Pavarësisë, një aktivitet i përmasat të mëdha që mblodhi mbi 200 ftuar nga gjitha treva shqiptare. Në hapjet të aktivitetit, kryetari i Bashkisë Shkodër Benet Beci përshëndet pranishmit, duke theksuar lidhjen e hershme të pandarë mes Shkodrës dhe Kosovës. Ai shtoi se Sofra Pavarësisë është një tërheqës që mbledh bashkëvlera, traditë dhe unitet. Shkodra ka qenë gjithmonë një urë miqësie dhe bashkëpunimi dhe vllazërie me Kosovën. Dhe prania juaj sot është një simbol i fortë i kësaj lidhje që na bashkon në historinë, në kulturë dhe në vlera. Në Shkodër, mysafiri është i bekuar dhe i nderuar, dhe ju sot jeni mysafire e veçantë për të gjithë ne. Është një moment i bukur për Shkodrën sot që shtron sofrën e pavarësisë. Shkodra ka qenë gjithmonë qyteti i dritës, i kulturës dhe i luftës së saj për pavarësi. Sofra e pavarësisë është një tërheqës e bashkimit e komuniteteve fetare, e intelektualëve, e të rinjve, e të gjithë atyre që besojnë se ardhmja ndërtohet me dinjitet dhe vlera. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani vlerësoi rolin historik të Shkodrës, duke theksuar rëndësinë e saj për kombin shqiptar. Sonte jemi në zemrën e një qyteti që nuk ka nevojë të prezantohet, sepse Shkodra prezantohet vetëm me kulturën e saj të pashoqe, me humorin e saj të hollë, me muzikën që ka kaluar kufi, me traditat që kanë sfiduar kohën, e qytetarin që nuk është lëkundur asnjëherë. Ky është qyteti i Marubit që me aparatin e tij dha historisë shqiptare sytë e parë, me të cilët ajo pa veten. Qyteti i Migjenit që tronditi ndërgjegjen e kombit me fjalën e tij të gdhendur, i Prenk Jakovës, i Qesk Zadejës, i Marie Shllakut, i natyrisht i Mehmet Gradicës, i Bikëndojës, i Kol Idromenos, Ernest Koliqit dhe shumë shkrimtarëve, piktorëve dhe mendimtarëve. Kur e përmenda Marie Shllakun, me përmenda duke pasur parasysh se ajo mori pjesë edhe në kuvendin e Drenicës, me 20 januar 45 ku mbajti një fjalim të zjarrt, i cili pati ndikim edhe në pajtimin e dy prizve të luftës së Drenicës, Shaban Polluzhës e Mehmet Gradicës. Shkodra është qyteti i liçenit dhe i Rozafës ku legjenda merr frymë. Ndërkohë Ministra për Europën dhe Punët e Jashtme Elisa Spiropali e cilësoi sofrën e pavarësisë si një urë mes Kosovës dhe Shqipërisë. Sot, më shumë se kur më parë, Shkodra qëndron si një simbol i pathyeshëm i unitetit, i mikpritjes, i bashkimit kombëtar, si një urë që lidh të gjithë shqiptarët kudo në botë. Sofra e shkodranit dhe e shqiptarit i përket mikut dhe asnjë shprehje nuk e rrok dot më fort shpirtin ton të mikpritjes. Vetëse ju, e nderuar Vjos, në këtë qytet vërtet jeni mike, por jo mysafire, sepse ju ashtu si të gjithë bashkombësit tuaj, vëllezërit të njëjtit gjak, këtu jeni në shtëpinë tuaj. Mbrëmja u shënua nga një atmosferë festive dhe simbolike që përçoi mesazhin e unitetit, krenarisë dhe bashkimit shqiptar me mesazhin "Mirë se keni ardhur me bukë, krip e zemër".